أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد تندروا جماعة jemi në kapitullin e lutjeve të pejgamberit alayhi salatu wassalam, të cilat lutje i ka përmbledh hoxha i madh i muslimanëve, dietari i shquar i muslimanëve, Imam Buhariu rahimahullahu taala. Në kapitullin e radhës ka sjellë disa lutje nga pejgamberi alayhi salatu wassalam, të cilat janë lutje gati të përditshme të Muhamedit alayhi salatu wassalam, apo edhe javore, apo qoftë edhe të periudhave të hershme të cilat i ka bërë pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam. Lutja të ndëruar xhamat, shumë dhe muslimanëve shihet si diçka dytësore, e treta. I provon njëri këtë punë, mos ani thot hajde në fund do të bëj dua. Pejgamberi alayhi sallallahu alaihi wasallam e bënte të kundërtën. Pejgamberi alayhi sallallahu alaihi wasallam e bashkonte sebepin me duajë, sebepin me duajë. Çdo sa çka e niste me dorën e vet, ta e përfshinte edhe lutje. Ta e përfshinte edhe lutje, që të bashkohet sebepi fizik me atë çfarë? Me atë hynor. Që të bashkohet ajo çka është në tokë me atë e cili e përkran qiell. Për arsye ku të bëhet të bashkohet edhe qiella, patjetër është me ardhmë mira. Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam gjithmonë duat e tina çfarë bante? Çfarë bante? Lutje që ato çka i ka bërë me dorën e vet, me kamën e vet, me trupin e vet, të jetë për kraja Rabbul Alamin. Andaj çfarë thotë pejgamberi alayhi salatu wassalam? Erdhi njëri te pejgamberi alayhi salatu wassalam, ja Rasulullah, më mësoni dua. Më mësoni dua. Kjo tregon se sahabët e pejgamberit alayhi salatu wassalam e kanë ditë vlerën e duas. E kanë ditë vlerën e duas. Shikoni njerëzit sot të ndërum xhamat. Një njeri dos me pas, një mik të mirë me pas, e që i ka rejnë pak, e që është pak zëngim, e që është edhe i gjymerë, pak mi pas ti pun ti mirë me ta, sosën shumë pun, të kryën shumë pun, të nimon, të zgat kraj, të përkra, të mbron, e kështë të mëra. Dhe njerëzit çfarë do të mos t'i prishi pun me këtë, se ki ka mundësit. E kështu sahabit, qysh janë njerëzit me njerëzit, ata doshin me Zotin. Ata doshin me Zotin. Qysh ta luti, sa i ka shumë, a i mund me mëdhon shumë, veç unë e s'pedi që ka të bajdua, si ti lutëm, qaj të përgjigjën, me e qejtë robin, vaktin, momentin, qastin, veshjen, bukën, halal, dhe të drejtën, dhe i takon, dhe është i të vëshëm, dhe i lutët Rabbul Alaminit, s'ka pengesa me ju përgjit, s'ka ta pejgamberi alayhi salatu wassalam. Juve Zoti çdo dua ju përgjigjet, veç kur ka diçka keq aty. Ti nëse lutesh diçka që s'takon as përgjigjet, ama lutjet të gjitha i pranon Allahu subhanahu wa taala. Shikoj disa sahabë që i tha, ta ja Rasulullah, më mësoni dua, mësoni dua, kush më rasi shumë të ndonjë gjë, të mësohemi me mësu dua, të mësohemi të lutemi te Zoti, të përgjërohemi Zotit, për çdo problem, për çdo telash, për çdo bela, lutju Allahu subhanahu wa taala, lutju Allahu xhelalu, pastaj marrë së vepër, ti mbjellë tokën, mbjellë arrën, qele duqanin, mere kalemin, mere lapsin, punoje ti krejta që ka duhet me punu. Ama lidhë me atë naltë, se ti mund është me punue 20 metra tokë, Allahu xhelalu po këtu s'mund me të urgjohë, s'banë. E nuk t'jem bereqet, s'tjem bereqet.
E ka mundësi dikush i ka 2 metra dhe Allah ja bereqet. Po këta sfit të ndërum gjëma, të lutemi të Allahu subhanahu wa ta'ala, pastaj çka voni pejgamberi sa jam soi duajin, dhe përmendëm duajin. Duaja tjetër çka e ka bëu pejgamberi alayhis salam, cila është ka thënë o Allah, ij'alni shakkaran lak. O Allah ka thënë, më bën që të jem shumë falëndërues ndaj teje. Të ndërum gjëma sa begatime të shfrytëzuar, sa e mira e Zotit tonë. Shiko sa buk gjuhët, sa ujë derdhet, sa laçët derdhen, për një darë se do shta gjysma gjuhët, e gjysma së është hangër që ishtë duhet, dhe prapë si jemi falëndërues. Allah nga ka dhënë shumë mira të ndërum gjëma, Allah nga ka begatuar me shumë të mira, neve në takon vetëm me falëndëru Allahu xhelel xelalu. Çka do bëjmë me sa? O Allah, më bëj shumë falëndërues, jo pak, shumë falëndërues. Ka të sillet të falënderoj tyje. Allah na ka fitur ya Rabbul Alamin. Të mira që kemi Zotin xhelel xelalu, duhet me falënderu Allahu subhanahu wa taala. Wa la in shakartum la azidannakum. Allahu jadon në Kur'an, e ju që të falënderoni, Allahu ashtu të mira. Falënderoj Zotin. Thuaj alhamdulillah për çdo të mirë. Falë namazin për këtë mira që Allah subhanahu wa taala t'i ka dërguar. Fali gjithë ato gjëra që Allah subhanahu wa taala ka kërkuar prej teje. Po këta si të ndërrum gjuma. Çka tha me ngasam? O Allah më bën që të falenderoj. Pastaj dhakara lak. O Allah më bën që të përmend ty. Përmend Zotin. Kur që është kushton, gjuhë është. Ha, gjuhë s'ka këtu kocë. S'ka nevojë me thonë se do të kanë me thonë lëvizë shumë, çka thot njëri, u lodha. Ama e thonë për vetë, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, la hawla wa la quwwata illa billah. A lodha gjuhën? Jo. 4 orë njerëzit në qajtore folin, e mezlise, s'lodhë, do shta këtë ato folin. Kitë gjunatur një, ama s'lodhë, mi thonë, a janë izmi pësejtë, a në folin. Mi thonë banë dhikër, minë zi banë të spite e një falzi. Kur të mritë të rëfëtreshi, duke që ka përcio që e omë. Allahu akbar, dhe me 33 u lodhë, kur që mos ki po? Dhe Allah e në ke përmen. A dini të ndërrum gjëmatë, se ka përmen, për nga mërë sëmë Allahu gjele gjelërë. Tanë ditën, tanë natën e ka përmen Allahu subhanahu wa ta'ala. Ebu Hurera të radhi Allahu anë, shoki për nga mërë të alayhi salatu wassalam. A dini se përmen të Allahu gjele gjelërë? Se përmen të Allahu subhanahu wa ta'ala. Thati më dhe hebiju, Ebu Hurera i ka pas një partë spit, një pen, edhe ka bo një, që rusa, edhe i ka bo 12.000 nije, i ka bo 4.000 nije, 4.000 rusa. Thot Ebu Hurera, 3 herë në dit e sildi, që i bje sa 12.000 dhikra në dit. 12.000 dhikra në dit, pra rusa me 4.000 kokra, 3 herë e sildi në dit, që i bje 12.000 herë në dit e ka përmejnë Allah subhanahu wa ta'ala. E njën i bineve të spit e farët të cipa, të spit dhikrin qka e ka të përqyshëm me e vo. Dhe karën le, o Allah më do që të përmejnë shumë, a i qka e përmejnë Allah më shumë, Allah e përmejnë qilën e vetë, e përmejnë të arshi i tina, Allah në mësot që e më tonë Allah të përmejnë në madhështinë e tia tje. Pas të qka ta përmejnë me alayhi salatu wassalam, rahiben lek, o Allah, më mësot që tutët në pitije. A i që i tutët Allah, i që i tutët kërkujna. E respekton njerëzit, i mëshiron njerëzit, i trajton njerëzit që që i duhet, ama nuk i tutët pas Allah subhanahu wa ta'ala. A i qka si tutët Allah, i tutët gjësejnë. Qka ta me nga sa, rahiben lek, o Allah tutën teme, veç të ti qoje. Tutën nga i Zotit gjithmonë është e levërdishme. Tutën nga njerëzit gjithmonë është e tamshme. Tutë jo Allahit. Thëtë Allah subhanahu wa ta'ala, fattakuni ja ibad. Tutë nuk i muë, o rëbë të me. Tutë nuk i Zotin. Këtë mund t'i ka Zotin dorë. Kur që s'ka në rëbërit dorë, veç Allah subhanahu wa ta'ala. A qka e shkru Zotin ka me ndorë, a qka s'do Zotin s'ka me ndorë, mu ba qilë dhe tokë bashkë nuk ndorë. Sepse nuk mundët kalemi jotë me te kalu kalemin Allahu që të gjelala. Nuk mundët atë qka e ka shkut Allahi me fshije kalemin robin. Atë ka shkut, ka thonë pejgamberi alayhi salatu wassalam. Rufi'atil aqlam, kalemut e kaderit janë drejt, e ka eka Allah i kalemut, shkrumu, wa gjeffet i sohuf, dhe fleta ku ka shkru, tu ka tha, a ke po ato kur binë vendim, në fund, masi ta përmiloj mirë, thot, ja dha mullën, dhe me kjo është ma vendimtarja, Allah subhanahu wa ta'ala ka vullosa që ka me ndohë, ti që ka duhet,
tuti atina, luti atina, përmendi atina. Pastaj tha pejgamberi alayhis salam, "Min du'an lak." O Allah, më bëj që në shtrimet e mia ndaj teje, mos t'jem me zor, po t'jem shpejt për të nështruar. Jo, a ardhë dreka, a ardhë kimbia, kush qohët më falë. Jo, me zell, me dëshirë, me flakë, kur ta shifë që ka nevojë se ta ka dikur, me ndihmu dikur, me përkra diqka, me njëherë, se ti ishë mi dua qka është, i shpejt në adhurim, i shpejt në përgjigje shpejt, musulman. E kur ti s'vonohesh përgjigje ndaj Zotit, edhe kur ta lutësh, ai nuk përgjigjet, ai nuk vonohet përgjigjet ndaj teje. Dhe pastaj vazhdoi pejgamberi alayhis salam me bë edhe duat edhe të cilët na shohin me lenin Allahu te bareke ve teala në ligjratën e ardhshme. E lutim Zotin e Madh xhelalu, që Allahu subhanahu wa taala t'i falë gjunaat tona, t'i falë gabimet tona, t'i falë kusuret tona, t'i falë çdo send që e bëjna, e Allahu nuk është razim me ta. Allah na mundson që çdo send që e bëjmë të jetë razim me ta. E nëse nuk dina, Allahu na udhëzon. E nëse kemi ignorancë, Allahu na largon. E nëse nuk kemi vullnet, Allahu na jep vullnetin. E nëse kemi tembeli, Allahu na largon. E nëse kemi zeza shpirt, Allahu na i pastron. E nëse na duhet ndihma Allahu ta ndihmon. E lutim Allahu subhanahu wa taala që Zoti i Gjallëxhelalu gjuhët tona t'i bën të lagura me përmendjen e emrit të Tina. Ta bën Allahu subhanahu wa taala zemrat tona që ta dojnë Allahu dhe pejgamberi alayhis salam dhe gjithçka që do Allahu dhe pejgamberi alayhis salam. E lutim Zotin e Madh Gjallëxhelalu këtë ditë xumaje me këtë ditë të madhe, kudo që ka musliman dhe janë në zor dhe janë në telashe, Allahu t'ju ndihmon. Ata që janë në luftra, ata që janë gazet, ata që janë fukarallëk, ata që janë në skamje, Allahu t'i ndihmon, ja Rabbal Alamin, jetimat e muslimanëve, të vejat e muslimanëve, të burgosurit e muslimanëve, ulemat e muslimanëve, hoxhallarët e muslimanëve, Allahu t'i ndihmon, ja Rabbal Alamin. E lutim Allahu subhanahu wa taala që Zoti i Gjallëxhelalu ta zbrat ndihmën e Tina mbi të dortit të muslimanëve. E lutim Allahu subhanahu wa taala që Zoti i Gjallëxhelalu kudo që ka musliman në lindje dhe perëndim, Zoti ma te bareke ve teala t'i bën që të jenë të bashkuar në Kur'an dhe Sunetin e pejgamberit alayhis salam. E lutim Zotin e Madh Gjallëxhelalu që Allahu subhanahu wa taala kretë ata musliman që bëhen hazën për hax, Allahu t'ia leton ya Rabbal Alamin. Allahu t'ia mundson që të mrinë në Arafat, e të mrinë në Muzdalife, e të mrinë në Mina, dhe t'i bëjnë adhurimet që don Allahu subhanahu wa taala. E lutim Zotin e Madh Gjallëxhelalu që Allahu subhanahu wa taala t'i falë gjunaat tona, t'i falë kusuret tona, t'i pastron shpirtat e tona, na mundson Allahu me jetu si musliman dhe me vdek si besimtar. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Walhamdulillahi rabbil alamin. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. فقد قال عز من قائل في كتابه العظيم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يا رب العالمين اللهم كن مع المستضعفين اللهم كن مع المستضعفين يا رب العالمين أنزل علينا وعليهم من رحماتك يا رحمن يا رحيم اللهم اجبر كسر المسلمين اللهم اجبر كسر المسلمين يا رب العالمين اللهم عليك بالظلمة الفجرة اللهم عليك بالكفرة الظلمة اللهم عليك بمن يظلم المستضعفين من المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يا رب العالمين خاصة منهم في الحروب يا رب العالمين قال الله تبارك وتعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون